Përshëndetje, mirë se erdhët në Vox Politics. Unë jam Edlira Çepani dhe së bashku me Aurora Sulçe. Jemi sot në një tjetër episod të këtij podcasti, të cilin fakt e bëjmë me shumë dashamirësi, po edhe ja kalojmë mirë. Apo jo? Kënaqemi në fakt sepse njohim gra dhe vajza për te dimensioneve të cilat i kemi parë nëpër ekrane apo i kemi parë edhe në profile zyrtare. Njohim histori të cilat nuk i kemi ditur. Kuptojmë se sa shumë angazhim, sakrifica, zemër kanë futur përveç se punë në këtë rrugtim të tyre në politikë dhe kuptojmë që nuk është fushë me lule politika. Jo, absolutisht, jo, këtë e dinim që përpara ne. Po kur e përjeton në për emisionet të drejtë për drejtë, është ndryshe ndeshje ti merr. Ajo që shpeshherë dëgjojmë të na thuhet, sidomos neve që merremi me promovimin e vajzave dhe grave në politikë, është ku janë gratë dhe vajzat e politikës? Çfarë kontributi japin? A janë vetëm një numër për kuota apo kanë realisht një kontribut në politikën shqiptare? Ne që i ndjekim dhe që i mbështesim, por edhe që i monitorojmë, e dim shumë mirë se ku janë vajzat dhe gratë politikës, por ajo që dim gjithashtu është që nuk kanë mjaftueshëm një zë në media dhe nuk kanë mjaftueshëm promovim në të gjitha iniciativat që bëjmë dhe pikërisht prandaj vjen pyetja ku janë vajzat dhe gratë e politikës dhe janë pikërisht në këtë podcast Vox Politics, në të cilën ne kemi kënaqësinë të flasim, bisedojmë me to në një mënyrë pak më ndryshe nga ajo që kemi mësuar. Dhe në fakt një nga studimet që bëhet në Shqipëri nxjerr se cilët janë deputetët më aktiv të parlamentit dhe sot kemi pikërisht njërën prej tyre, një nga deputetët më aktive të parlamentit shqiptar, zonjën Jorida Tabaku. Faleminderit Jorid që pranove ftesën tonë, megjithëse e di që agenda është jashtëzakonisht shumë e zënë. Faleminderit juve që keni menduar këtë formatin pak më ndryshe dhe që më keni bërë pjesë dhe mua. Mirë se erdhe, kënaqësi. Drejtën ju gjithmonë kemi luksin që të flasim për gjëra të cilat duhet flasim më shpesh, me thënë drejtën, po ky formati këtu mund të na ndihmojë që edhe ta thyejmë pak akullin, që mos na shohin njerëzit vetëm si politikan që flasin vetëm seriozisht, po jemi edhe njerëz, dhe së dyti të bisedojmë edhe për disa prej sfidave. Shumë e vërtet, edhe tek pjesa e në fakt, te kjo pjesa që ne nuk flasim mjaftueshëm për vete, neve ja u japim gjithmonë fjalën juve dhe themi si mund të prezantohet Jorida në 30 sekonda në çfarë bën në jep. Je në ashensor, ke taku dikë dhe po të pyet kush është Jorida. Nga katitet dhe te ke parë. Mua më ka ndryshuar prezantimi dhe tash mos ma filloni 30 sekondëshin. Më ka ndryshuar prezantimi pak më përpara me tani për një fakt vetëm që jam bërë mami. Unë jam mami i Arbës, Irisit dhe Drenit, i 3 fëmijëve, të cilët ma kanë ndryshuar jetën dhe prioritetet e mia. Jam me profesion ekonomiste, kam qenë pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë dhe vazhdoj të jem pedagoge edhe sot e kësaj dite dhe merrem me politikë. Pastaj pjesën e politikës dhe do e zhvilloj. Shkurt. Është specifike dhe teknike, ashtu siç i takon një ekonomisti. Si një gjë në politikë Jorida. Unë kam qenë gjithmonë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike që u kam qenë 16 vjeçe. Ka qenë diçka që ka lindur me familjen, ka lindur me formimin tim. Nuk kisha menduar kur që unë mund të isha person publik në politikë. Jam kthyer nga Anglia në vitin 2005, u riktheva përsëri në fakultet pedagoge, vazhdova dhe doktoraturën part-time po me Anglinë me vajtje ardhje dhe në 2009 kur unë përfundova doktoraturën, punoja në një projekt shumë të mirë, isha pedagoge në fakultet dhe se kisha menduar kur dhe qelloi që ky projekti që unë punoja për menaxhimin e financave afatmesme bëri prezantim në kryeministri për koordinimin e fondeve të donatorëve dhe aty na dëgjoi Sali Berisha. Më thriti të nesërm dhe tha kam mbledhje ai qeveria në orën 11, tha unë kam pyetur për ty, tha unë e di që ti je djathtë, e di çfarë familje vjen, e di kontributin dhe dua tha që ti je zëvendësministre e integrimit. Unë mendova çdo gjë tjetër përveç kësaj. Nuk kam asnjë lidhje, unë e djathtë jam, Partia Demokratike për mua nuk ka asnjë diskutim që është ajo që unë besoj, po nuk e shoh veten në politikë. Diskutuam gjatë, nuk ndodhi atë ditë, diskutuam edhe të nesërmen, bisedova me shumë njerëz. Oferta ishte interesante sepse sapo kishte marrë pyetësori për negociatat, kishte një punë shumë të madhe dhe unë e mendova si një sfidë, si një pjesë tjetër të kapitullit jetës time. Nga zëvendësministre e integrimit në 2011 isha antare e Këshillit Bashkiak dhe më pas zëvendës kryetare e bashkisë dhe nga 2013 në politikë. Kur je jashtë politikës, ti mund ta shohësh me skepticizëm dhe mund të mendosh se si është,
edhe aja vlen. Ndërkohë që kur je brenda, e shikon se çfarë adrenaline tjetë, se çfarë mundësie dhe oportuniteti ke edhe për të ndihmuar tjerët, po edhe për veten tënde, për të bërë gjëra që ti mendon që janë të drejta dhe sigurisht që jo vetëm që të mban të angazhuar, po edhe takimet me njerëzit japin një energji dhe një motivim tjetër të jashtëzakonshëm. Shumë interesante. Pra, fillon karriera me pushtetin ekzekutiv, më pas si kalove tek pushteti legislativ? Ishte një kalim natyral, besoj, po? Në 2013 unë isha kandidate për deputete për Tiranën, kam qenë në mos gaboje 8 në listën e Tiranës, isha zëdhënëse e grupit parlamentar. Atëherë, parlamentit them drejtën 2 vitet e para nuk po mësohesha dot. Vija nga Bashkia e Tiranës, kishte një punë me zbatim, më konkrete. Me njerëzi, drejt për drejt. Përveç se me njerëz drejt për drejt, mbuloja pjesën financiare, planin urban dhe ti e shikoj një impakt të drejt për drejt. Ndërkohë që në parlament ti nuk e shef impaktin. Nuk e shef impaktin as të fjalës, as të aksionit politik, për më tepër kur je në opozit. Dhe 2 vitet e para kisha me veten time një dilemë. A është kjo ajo që duhet të bëj apo jo? Më pas, vjen dhe me eksperiencën, të vjen edhe me pjekjen e mendimit, më pastaj e kam gjetur shumë lehtë vendin tim, kam qenë zëvendës kryetare e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, tani jam kryetare e Komisionit të Çështjeve Europiane. Po kur shkoj, domethënë kudo kur shkoj për intervista, më pyesin për ekonominë. Ja Aurora këtu shoku. Edhe përpiqem që ta lidh për shembull edhe këtë pjesën e integrimit, edhe këtë pjesën e integrimit me pjesën e ekonomisë. Në parlament i duket sikur nuk ke shumë mundësi për të bërë gjë. Por unë kam provuar që ke shumë mundësi. Varet nga dëshira, nga angazhimi. Ke qenë dhe je një ndër zërat kryesor të opozitës, prandaj edhe ne të lidhim shpeshherë me ekonominë, pavarësisht se kauza jote është integrimi. Edhe pse personalisht e shoh integrim, për mua nuk ka integrim të Shqipërisë pa integrim ekonomik. Dhe unë këtë po përpiqem të bëj. Normal që kështu janë shifrat. Jo, ka të drejtë, sepse neve diskutojmë integrimin si një proces teknik, edhe legislativ më shumë. Po, për afirmimi ligjesh, ndërkohë që integrimi vërtet është integrimi ekonomik, se mund të miratosh ato ligjet sa të duhesh, por nëse standardi i zbatimit nga ana biznesit, i fermerëve, i rritjes së cilësisë produktit, të ardhurat e qytetarëve, mbyllja e këtyre hapësirave në pensione, në paga, në të ardhura për frym, në borxhin për frym, domethënë janë të gjitha në fund të ditës çështje ekonomike. Dhe ato kthehet në kosto më shumë pasaj se sa në përfitim nëse ti ta dhurojnë integrimin dhe nuk e meriton edhe në bazë të gjërë të ekonomia reale. Dhe këtu havëm të do një emision vetë bashkë. Pyetja nga ana kështu popullore, kur do e arrijmë këtë integrimin e kaq shumë pritur në 2030? Shiko, t'ishte për Shqipërinë dhe për shqiptarët, unë mendoj që kjo duhet kishte ndodhur shumë kohë më parë. Edhe nëse ka diçka që i bashkon forcat politike mes kësaj ndasisë të madhe, është procesi i integrimit. Jo për një përfitim ekonomik, as për një përfitim politik, elektoral, po thjesht për aspiratën që ka pas Shqipëria që në 90-ën. Kjo duhet kishte ndodhur me kohë, edhe ky nuk është një koment politik, ky është një koment thjeshtësisht si qytetare. Kjo duhet kishte ndodhur me kohë dhe duhet kishte nisur një diskutim mbar kombëtar, pikërisht për këtë që po bisedojmë dhe me ju tani dhe me komentet e Aurorës, për sa i përket kostove dhe përfitimeve, sfidave, por dhe kur do të jetë gati për tregun evropian. Dhe duke qenë se kjo gjë mungon dhe sot në diskutimin e përgjithshëm, unë e shoh shumë të vonë atë vitin. 2027 neve mund t'i kemi përafruar ligjet, por ne nuk i zbatojmë dot. Dhe nuk duhet futem fare këtu në detaje ligjesh që janë miratuar, që kanë kosto për biznesin, që nuk po zbatohen, por unë e shoh edhe 2027 dhe 2030 me shumë pikpyetje. Dhe mos të futem këtu kritereve politike, po flas ngushtësisht në kritere ekonomike. Edhe teknike. Ne tek pjesa e ligjeve në fakt e bëjmë gjithmonë këtë pyetjen, edhe është një pyetje nga ato që vjen natyrale. Themi gjithmonë që ligjet i kemi të mira, po zbatimin çalon. Çfarë problemi ka? Është problemi tek parlamenti apo tek mënyra se si zbresin ligjet? Tani ka një humner kaq të madhe në mes të kësaj gjës. E para, dhe të marr një shembull, kemi ligjin më të mirë për kurimin publike, 90% i përafruar. Domethënë atë ligjin un kam bërë 2-3 propozime që mund të ndryshojnë në përmirësohen standardet. Po çalon tek zbatimi.
tek hapësirat që lë ligji për t'u zbatuar, dhe duke qenë se ky ligj nuk zbatohet ashtu si shkruar në frymë dhe në letër, atëherë ti ke korrupsionin më të madh në prokurime publike dhe në koncesione. Është e gjitha një çështje kulturore. Do ta bëjmë ligjin sepse na e kërkon procesi, apo do ta bëjmë ligjin sepse me të vërtet ka nevojë për ndryshuar gjën. Për shembull, ligji i të dhënave personale. Unë miratua në fund të vitit të shkruar, është i vetmi vend që e ka të përafruar 100% me standardet e BE-s, duhet patjetër do ta zbatojmë. Sa po fut ligji në fuqi, filloi janarin me ministrat që marrin kartat e identitetit të qytetarëve dhe i plotësojnë ka ajo platforma PRKQS-s. Tani është komplet çështje kulturore. Dhe është çështje vullneti politik në fund ditës. Është vullneti politik për ta bërë këtë procesin me vërtet, se shqiptarët po hikin, po largohen, apo do vazhdojmë si gjithmonë mbyllim syt dhe themi hajde se kur të na virata do futemi. Kush është problemi më i madh që ka sot Shqipëria në këndvështrimin tënd, edhe e parë në kodin e integrimit, dhe si ekonomiste, edhe si politikane, po mbi gjitha si qytetare? Ti ke zgjedhur të jetosh këtu, ke 3 fëmijë të vegjël që po i rit këtu. Çfarë do evidentojë si problemi më i madh që kemi? Duke e nisur nga kjo e fundit dhe duke shkuar kjo e para, për mua problemi më i madh është largimi. Është emigrimi masiv. Është duke ndikuar në ekonomi dhe duke krijuar kosto për ekonomi, sepse mungon konsumi, mungon shtresa mesme që bën mendimin, që investon, që nxit edhe debatin. Do pse tregu i punës nga ana tjetër është pikërisht çështje e largimit nga tregu i punës, largimit nga shtylla sigurimeve shoqërore të kontributeve, largimit nga shkolla, se gjithë këto familje marrin fëmijë dhe kjo reflektohet me klasat e zbrasura, dhe është edhe largimi nga jeta e familjarëve. Unë kam një zonë të vjetër të Tiranës që ndjek si deputete, që është Deka 2 nga Pazari i Ri, që vjen deri pak më afër se këtu ku jemi, dhe unë ndjej keqardhje kur shkoj dhe i vi aty dyrave të vjetra të Tiranës, janë gjitha të mbyllura, ose janë gjitha me njerëz të moshuar. Dhe të shofësh 2 parti politike të një vendi që ka pasur moshën më të ulët mesatare, që bëjnë fushat me pensionistët, kjo është drama më e madhe e një vendi. Nga 600.000 kanë shkuar 800.000, sot ke 1/3 e popullsisë pensionist. Dhe kjo është sfida më e madhe, dhe në fund edhe si nën them, është ky vendi më i mirë për fëmijët e mi? Ju jetoni këtu, ju i rrisni këtu fëmijët, e dini se çfarë sfida kanë. Dhe mbien keq, unë kam motrën që jeton në Gjermani, që ka dhe ajo po 3 fëmijë, dhe kur takohemi, kur shkojmë që i vizitojmë, ku ka një ditëlindje ose një fest tjetër, unë jam pa fjalë, nuk di çfarë të them fëmijëve kur më thonë pse nuk e kemi kështu parkun, pse nuk është kështu kopshti zoologjik, pse Mara tek shkolla dhe Mara është mbesa ime, ka këto kurset dhe neve nuk i kemi pasur këto kurset. Çfarë do bëni ndryshe? Tani, tash sa gjëra mund të thuash unë mund të bëj ndryshe, po e para një është që ne duhet i marrim vendimet sikur i marrim për fëmijët tanë. Nuk ka 2 standarde. Edhe nuk ka kohë Shqipëria, ka humbur boll kohë Shqipëria. Ka humbur boll kohë edhe me eksperimente, edhe i kemi provuar që të gjitha. Ne duhet kemi një standard. Politika duhet ketë një standard. Çdo vendim duhet marr ashtu siç merret më mirë për fëmijët. Kështu pretendohet, në fakt nga të gjithë. Unë nuk besoj që kështu pretendohet. Për shembull, unë t'jap eksperiencën me fëmijët e mi. Unë i kam çuar në një çerdhe publike. Kam qenë shumë e kënaqur me çerdhe publike, me edukatore të mrekullueshme, të cilat edhe sot kësaj dite neve këmbejmë mesazhe për festa. I kam çuar në një kopshт publik, nuk ka qenë e njëjtë eksperjenca. Nuk ka qenë e njëjtë nga pikpamja e pedagogjisë, e numrit në grup, edhe shumë Aktualisht janë private. Dhe tani kam lëvizur në një shkollë, nuk kam dashur kurrë. Unë dhe një shoq që jemi të 2 pedagogë në shkollë publike, ne mendonim që deri në universitet do shkonin fëmijët në një shkollë publike. I kemi lëvizur në një shkollë private sepse këto kushte nuk ishin në një shkollë publike edhe në një kopësht publik. Dhe ne kemi shumë afër shkollën 11 janari, edhe Edi Durhami, domethënë që është shkolla e zonës atje. Dhe kur u futëm klas parë shkolla që të pyesja atje, dhe pastaj vitin tjetër thash sa mirë që nuk e çova se shkolla filloi në shtator viti dhe u prish në dhjetor. Edhe mua më thanë që gjysmat e klasave atje shkuan. Tani unë nuk besoj që kush i ka marrë këto vendime i ka marrë si për fëmijët e vet. Nuk i ka marrë si për fëmijët e vet. Që këtë standard ne duhet ta kemi. Të paktën duhet ketë një klasë politike që ka arritur një pjekuri që duhet të vendosim disa standarde në këtë drejtim. Në kushtet kur ju thoni që nuk ka standardin politika që të mendoj dhe të marrë vendime si për fëmijët e saj,
a mendoni se frymëzon ende politika? Dhe pse njerëzit duan të futen në politikë sot? Sepse të gjithë duket sikur po afrojnë të rinj, të gjithë të rinj shohin modele të ndryshme të rinjve, shpejt i paragjykojmë, një pjesë i duar trokasim. Frymëzon më dhe pse njerëzit duan të futen në politikë? Ka pas një mosbesim shumë të madh te politika. Edhe reflektimi tek zgjedhjet e vitit 2023 me pjesëmarrjen e ulët 38% ishte një shembull. Edhe fakti që të rinjt se kanë refuzuar politikën. Në zgjedhjet lokale të shkuara 45% e të rinjve në moshë votimi për herë të parë nuk kanë votuar. Kjo tregon që ka skepticizëm, që nuk ka ofruar shpresë politika. Ndërkohë që mendoj që tani ndodhemi në një fazë të re, që njerëzit kanë nevojë që të shohin që me disa shembuj të mirë gjërat mund të bëhen dhe mund të ndryshojnë. Edhe është çdo gjë me qëndrueshmëri. Pra nëse ti tregon që këtë gjë që beson, e beson me të vërtetë, e thua për ditë, e ndjek me një aksion politik, e ndjek në terren, atëherë ti mund të fillosh ta krijosh shpresën. Un kam 2-3 shembuj që në politikë kam ndjekur vetë si kauza të mia dhe më kanë afruar me grupe që nuk kanë qenë tradicionalisht politikës. Për shembull kauzën e profesioneve të lira. Kur e nisëm atë, profesionistë të lirë filluan pas e kote çonin në gjykatë kushtetuese se s'do e mbronin. E çuam në gjykatë kushtetuese 10 muaj me radhë ndoqëm, qëlloi që ditën që ishte për gjykatë kushtetuese, domethënë u njoftua 2 javë përpara që është seanca në këtë datë, unë atë ditë isha jashtë, isha me familjen jashtë, isha te motra në fakt në Frankfurt, dhe unë e kam programuar, e lash familjen atje, kam ardhur brenda ditës këtu. E njëjta gjë ndodhi edhe në seancën e dytë. Dhe krijuam një diskutim me një grup të madh njerëzish profesionistësh të lirë, të cilët s'kishin asnjë lidhje me politikën. But bashkë atëherë dhe fituan. Dhe fituan. Edhe shoqëria civile në atë shoqëria civile, politika, grupet e auditorëve, kontabilistëve, noterëve, juristëve dhe kështu e krijon shpresën. Me idenë që ti kishe diçka në dorë dhe e tregove që e çon deri në fund. Unë akoma konsultohem me një pjesë të madhe të tyre, Aurora ke qenë prezent në tryezën që ne i thritëm me një thirrje në LinkedIn, ato erdhën që u bën mbështetje edhe nga media. Po, shumë gazetarë të ekonomisë, po, shumë ka patur edhe në këtë si kaos të drejtë. Domethënë është diçka që njerëzit kanë nevojë që ta shohin. Ky ishte një shembull, ka pas shembuj të tjerë, shumë kolegë kanë ndjekur kauza, zonja Zhupa, zoti Kolliçi, zoti Bardhi, dhe po i marr nga opozita. Secili ka ndjekur një kauzë vetëm për t'i treguar njerëzve që neve do i shkojmë deri në fund. A ka shumë të tillë? A është e gjithë opozita? Po, perfekt nuk jemi, prandaj jemi në opozit. Po unë besoj që politika si mjet dhe si instrument ndryshimi ka shumë në dorë. Shumë vërtet. Është i lirë një deputet brenda një grupi edhe kur është në opozit për të bërë gjëra, dhe mbi të gjitha kur deputeti është dhe grua apo është dhe vajzë që i ka vështirësitë 10 fish më shumë. Tani unë besoj që do flasim pak për këtë vështirësitë që nën, pak më vonë, po duaj që ta them këtë pjesën e lirisë brenda grupit. Këto 3 vitet e fundit për Partinë Demokratike s'kan qenë të lehta. Edhe na kanë hequr pak të kompleksin që të flisnim edhe përse. Kemi qenë pak brenda kuadratit. Ndërkohë që na e hoqën kompleksin për të folur edhe për situatën në parti, për të diskutuar problemet edhe për të thënë kundërshtit. Edhe grupi parlamentar në fakt ka pasur shumë kauza të cilat i kemi marrë vetë, dhe meqense fola për profesionet e lira, kur kam bërë interpelancën e parë për incineratorët në shkurt të 2017, nuk i kam thënë askujt. E kam bërë si individ. Dhe pastaj u bashkua dhe partia. Ligjin për statusin e minatorëve, ligjin komisionin hetimor të incineratorëve, pra shumë gjëra që i merr si iniciativë, i diskuton në grup, që mendoj këtë drejtim, edhe e vazhdon, bashkohet edhe grupi. Ka tani, domethënë, në këto 3 vite ne kemi kuptuar edhe forcën e individit, dhe kushdo që ka pasur një iniciativë, megjithëse mund të kemi pas mendime të ndryshme, unë kam thënë që ne duhet i mbështesim që të gjitha, sepse janë opozitare në thelb. Ndërkohë që përsa i përket votimit, në grup neve diskutojmë për gjitha ligjet. Edhe japim një mendim. Kë Komisioni i Integrimit unë kam mbajtur të qëndrim, Komisioni Ekonomist, flet kolegja ka mbajtur të qëndrim, i ligjeve këtë qëndrim dhe vendosin fond për votime. A ka pas raste që unë s'kam qenë dakord? Po, ka pas plot raste. Asnjëherë nuk kam shkuar kundër vendimit të grupit, e kam respektuar vendimin e grupit, kam preferuar të mos votoj. Sepse duke qenë se jam njeri partia, unë respektoj vendimin
edhe të shumicës, edhe të qëndrimin politik të partisë. Kam preferuar të mos votoj kur nuk kam qenë dakord. Të është një nga pyetjet që bëjmë ne. S'ke votuar asnjëherë kundra, por ke abstenuar. Kam abstenuar, nuk kam marrë pjesë në votim. Për shembull kur u ndryshua kodi, dhe meqense Tjetër Lira ka luajtur një rol pozitiv për mos ta përkeqësuar më shumë standardin që ishte te kodi, po tek pjesa e grave dhe akoma nuk është rregulluar plotësisht, se ne kemi diskutuar edhe bashk. Unë kam pasur dilemën të votoj apo mos votoj. Arsyeja pse kam votuar ka qenë vota diasporës e para dhe e dyta ndryshimet e momentit fundit që gjitha gratë deputete u bën bashk edhe shtyn që edhe në listën e hapur një e treta ishte e respektuar. Në fakt ishte një arritje shumë interesante, kemi diskutuar dhe bashkë Auror, ndërkohë që reforma u votua nga 2 parti politike, amendamenti i madh pra i ndryshimit të sistemit dhe të votës diasporës. Pjesa e këtij amendamentit vogël që ne arritëm ta bënim në 48 orët e fundit, u firmos nga 4 parti dhe u votua nga gratë e 4 partive politike. Kështu që tregon që gratë dhe vajzat aty ku duhet, dhe aty ku kanë mundësi bashkohen për te bindjeve, ndonjëherë edhe për te dyshimeve që mund të kenë për ligjin në përgjithësi. Në 12 vite është rasti i vetëm që unë mbaj mend Lira. Edhe në fakt ndjek keqardhje për këtë gjë. Ne kemi një aleancë grash që ka 2 mandate, mos gaboj, që funksionon 3 mandate. 3 mandate, po ka qenë zonja Mesila Doda në fillim dhe kjo aleanca grave megjithëse mblidhemi dhe diskutojmë për shumë çështje, nuk ka ndodhur që të çojmë diçka në seancë. Keni quar? Jo. Kemi quar bashkë? Jo, kemi quar, po ja kodit, po diskutoj për raste, ne kemi folur dhe kemi... Kodin e familjes e kemi rishikuar bashkë, ligjin me dhunë me bazinore. Dakor, po asë një gjë që lidhe me ndasim politike. Edhe këtu i referohem, për shumë kemi thënë, do qëmë një paket për mbështetje për zonjat krye familjare, për strehimin, hapjen e bizneseve e me radhë. Ka ngelur aty ajo gjëja. Keqardhja tjetër është që kjo aleanca grave, sa herë që sulmohet një zonjë nga ana tjetër e politikës, nuk është ngritur ndonjëherë. Askush, duke më përfshirë mua, se nuk po themi që unë jam kjo e forta që e kam bërë, nuk kem ngritur ndonjëherë kur ka ndodhur një akt që një koleg mund të ketë ofenduar, sulmuar një kolege tjetër. Të them të drejtën, kjo ndodh në mas nga ana e qeverisë dhe e opozitës. Unë vetë kam qenë tabelqitje kohën që isha në Komisionin Hetimor të Inceneratorëve për këtë çështje, nuk kam parë asnjë kolege të anës tjetër që të thoshte kolegëve mjaft. Ndërkohë që gjërat që lidheshin me kodin është e vërtet që kanë kaluar me dakordsi dhe gjërat të cilat lidheshin me dhunën, pjesën sociale ka pasur. Është më i thjeshtë, patjetër bashkëpunimin aty. Po aty ku nuk ecni dot juve kemi ecur ne, kemi ngritur task force-ën për dhunën ndaj grave dhe vajzave në politik, për cilën reagojmë në çdo rast të sulmit ndaj grave dhe vajzave në politik, kështu që ju lutem na thoni sepse jemi gjithmonë të gatshëm si një grupim i madh të fare këtë gjën për viktimizim, sepse është një vetes kur kam një sulm preferoj të mos i përgjigjem sulmi, përgjigjem me fakte dhe me argumenta, po për shembull në fushatën e 2021-shit, ajo që ndodhi me zonja deputete të Partisë Demokratike, duke nisur nga Grida Duma e me radhë, sulmet verbale të kryeministit kanë qenë të pafalshme. Kjo është një nga gjërat që duhet diskutuar në fakt se ç'a ndodh shpesh herë, duke qenë se edhe ky presioni është shumë i madh. Pra gratë në politik janë më të dobta etj. Gratë në politik arrin në këtë pjesën që të mendojnë që dhuna është kosto e të bërit politik. Në fakt një nga gjërat kryesore që ne kemi patur si kauzë është që edhe vetë grave në politik, po edhe të gjithë shoqërisë, të bëjmë të kuptojmë që dhuna nuk është kosto e të bërit politik. Pra, duhet krijuar një kulturë në cilën politikanët kanë dinjitetin e tyre, patjetër, sepse konsiderohen si një kastë e pushtetshme, të cilët durojnë çdo gjë. Në fakt nuk është kjo kultura që duhet kemi, duhet të jetë kultura e dinjitetit dhe respektit. Në mënyrë absolute, po kam fjalën që mua kushdo që ma bën unë dal për zot vet nuk viktimizohen në këtë kuptim. Tani e shoh ndryshe tani që jam me fëmijë. Sidomos që janë rritur vajzat në rrjetet sociale, ato në rrjetet sociale ato nuk futen, po domethënë diskutojnë, dëgjojnë, unë kam një peng shumë të madh
se çfarë do i shkojë atyre, sidomos kur të futen në rrjetet sociale, sepse ti e di që sidomos në rrjetet sociale kjo është problematike. A është pikërisht kjo dhunë verbale apo këto sulmet cilat dikush duhet i pres, sidomos kur është grua dhe vajzë që futet në politikë, një ndër arsyet që i step shumë profesioniste, por a është realisht kjo që një pjesë stepen thonë, "Okej, nuk po futem që ka shumë gjëra, domethënë mund ta shoh edhe nga pikpamja e shumë zonjave dhe grave, është shumë ndryshe të bësh fushat dhe politikën në Tiranë dhe ta bësh në shumë qytete tjera, të them drejtën. Për shembull, unë jam deputete e Tiranës dhe kam qenë sepse duke qenë edhe lidhjen time me qytetin, por kam bërë fushat vetëm një herë në Dibër. Edhe është një terren shumë i vështirë. Se Edlira ndoshta shkon vazhdimisht dhe i njeh me fshatra, me zona, me radhë, por është një terren jashtëzakonisht i vështirë për gratë. Kam shkuar në fshatra në periferi të Tiranës, Zallëher, Zallbastar, ku nuk është shumë e vështirë që të propozojnë një grua. Kur i themi që propozoni një grua, nuk kemi, tha. Ose të propozojmë bashortet e personave të cilat janë në strukturat e partisë. Po, domethënë varet edhe nga zona që përfaqëson. Kjo është e para, domethënë përfshirja në fushat. Dhe dyta është edhe sulmi. Ka shumë, ndoshta edhe prej ardhjes, kulturës, mjedisit ku je rritur. Ka shumë zona të cilat nuk e pranojnë fare këtë dhe s'kam pse ta pranojnë, se s'ka pse të kthehet në një normalitet. Dhe nga shqiptarët të them të drejtën që kjo është bërë e zakonshme. Është bërë e zakonshme, është bërë si mënyrë pune. Sulmi, batuta, ndërkohë që unë nuk njoh asnjë zonjë në parlament dhe këtu i referohem kryesisht opozitës që të ketë bërë diçka të tillë. Aq vite se jam në parlament se ka bërë kurrë asnjëherë. Është e vërtetë, edhe te pjesa e vështirësive që i dim vështirësitë, barrierat janë të shumta që nga aksesi në financat politike, për cilin kemi folur shumë edhe bashk, dhuna bazinore në politik. Për ty, cili ka qenë momenti më i vështirë që e mban mend, që ke thënë dua ta bëj më, edhe më i bukur nga ana tjetër, se këto momente të balancojnë që si e vazhdon rrugën pastaj. Për mua momenti më i vështirë nga pikpamja politike kanë qenë 3 vitet e fundit, kanë qenë një shkollë për mua. Në këto 3 vitet e fundit ka ndodhur çdo gjë dhe është edhe një nga pikat më të rëndësishme të karrierës time politike dhe ka qenë Komisioni Hetimor i Inceneratorëve. Ka qenë një presion psikologjik, një sul, një lodhje, ka qenë një ngarkesë jashtëzakonshme, edhe se kam thënë asnjëherë, po e them sot këtu, kërcënime, telefonata, të cilat mua nuk më interesonin fare sepse këto shkojnë me dikë që mund t'i bëj tek mua nuk ecnin dhe s'kan hecur sepse kam denoncuar këtë çështje që në 2017-ën, por arriti një moment kur unë mbarova njërin prej dëshmive dhe 3 javë të fundit ka pasur dëshmi 10 orë, 12 orë gjatë ditës, por unë kam shkuar në shtëpi, kam mbushur syt me lotë dhe kam thënë bashortit tim, kanë qenë ora 2:30 e natës, nuk e di për çfarë ja vlen. Sepse ndërkohë që unë bëja këtë, ne kishim edhe debatin e brendshëm Partisë Demokratike dhe fjala debat është shumë diplomatike në këtë rast. Dhe ky për mua ka qenë një moment shumë i vështirë. Jashtëzakonisht i vështirë, sepse kisha kundërshtarin përballë, ka qenë edhe një nga momentet që unë mund ta kisha humbur me momente me zëvendës kryetaren e komisionit zonjën Ermonela Felaj, që nuk mbahet për simbol të etikës në parlament, që me momente mund kisha dalë nga vetja ime. Ndërkohë që ka shumë momente të bukura dhe për mua një nga momentet më të bukura ka qenë vitin në verë në vitin 2022, kur fëmijët, grupi i parashkollorit më kërkoi që do shkojnë, ishte pushimi i verës dhe do shkonin në punët e disa prindërve. Bashorti im sa i mirë është pedagog në fakultet dhe punon në një projekt. Fakulteti ishte mbyllur dhe nuk shkonin dot ke puna bashkë. Në projekt ishte një zyrë që ato nuk kishin se çfarë të mësonin atje, se ai është ekspert i financave. I morën në parlament. Dhe ato erdhën në parlament dhe ulën ke salla sipër. Dhe parlamenti po diskutonte për rezolutën e Dick Martin. E keni parasysh fjalorin që është përdorur ka rezoluta e Dick Martin dhe kushdo që ishte duke folur e ndaloi diskutimin se tha kemi disa fëmijë dhe unë nuk kam për të harruar kurrë kënaqësinë e fëmijëve të mi kur i thonin shokëve dhe shoqeve kjo është puna mamit tim. I thosha mami, unë kam vetëm një vend aty, nuk është kjo e gjitha puna mamit. Është vetëm ky vendi këtu, por dhe përgjegjësitë, sepse tani ata e kuptojnë rëndësinë edhe punës, edhe peshës, edhe kontributit.
Tani vajzat po bëjnë 8 vjeç këtë vit, djali 6 vjeç. Është domethënë ky voglin e kanë rritur, është e vërtetë që është i dytë të arrisin. E kanë mësuar për shumë gjëra, i ka dëgjuar shumë gjëra. Tani ato kanë më shumë përgjegjësi. Për shembull, nëse unë përpara do largohesha edhe sikur videsha pak nga shtëpia, ikja kështu si mçeftasi, tani unë nuk largohem dot. Unë do t'i them që unë do iki në këtë orë, deri në këtë orë, unë kur do vi, ju do jeni duke fjetur, po unë do ju puth, ose më prisni zgjuar se do vi, dhe ato sillen si të rritura, sidomos vajzat sillen si të rritura. Është e vërtet që janë akoma të vogla, por besoj që mua më kanë ndihmuar që ta bëj punën time më mirë. Kanë qenë motivim shumë i madh që ta bëj punën time më mirë. La lot të hija për shaka zedore, disa do kishtë të sakrificojmë edhe për të dalë në fushat, edhe në të orët e gjatën që duen, sa janë sakrificat që nuk ja utësojnë ata që të në Kur e kthej kokën pas, them o Zot si kaloi dhe kjo, sidomos në lidhje me fëmijët. Vajzat kanë lindur pak të vogla premature dhe ato kanë lidhur qeshjapin inkubator. Dhe unë kam kaluar një moment shumë të vështirë dhe më dukej sikur përfundoi jeta, s'kishte më, mbaroi gjëja. Dhe minjëherë pastaj u riktheva në punë, lindën në fushatë elektorale. Dhe unë duhet të shkoja të vija, domethënë në fushatën e 2017-s, duhet të shkoja të vija në punë çdo 4 orë sa ato do pinin. Sigurisht që kisha bashortin që më mbështeste dhe më mbështet. Ai ka marrë lejen e lindjes për vajzat, unë e kam marrë për djalin. Domethënë, ne qelluam jashtë parlamentit në 2019, po ndejta unë me djalin. Dhe ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme që ti t'i shpjegosh njerëzve që më vjen keq, po duhet ta ndaloj këtu, nuk kam. Domethënë, këtu është stop për mua. Në Komision Ekonomia, për shembull, isha zëvendës kryetare e komisionit. Në orën 12 pa 20 unë largohem, ju vazhdoni, bëni çfarë doni, po unë largohem. Domethënë këtu mbaron gjëja, shkoja në shtëpi dhe vija në orën 12:30. Ka qenë një lodhje e jashtëzakonshme, po edhe një shpërblim jashtëzakonshëm, kënaqësia sigurisht që t'jep fëmia. Dhe kur bën sakrifica të tilla, besoj Edlira i ka bërë, unë i kam bërë me djalin tim, gjithashtu shumë gra të cilat përpiqen të bëjnë përtej punës, të japin një kontribut dhe të impaktojnë, i bëjnë. Vjen një moment dhe thua, ja vlen, sepse puna në këtë moment nuk është punë, nuk është vetëm para, nuk është vetëm famë, nuk është vetëm pushtet. Në këtë moment bëhet mision. Po, në këtë moment bëhet mision. Dhe kur bëhet mision, njerëzit e presin këtë gjë për të marrë for granted. Ja vlen kjo që thotë Edlira, nuk është punë me orar. Domethënë është diçka që ti e beson që e bën gjithë ditën. Për shembull, fëmijët flenë dhe unë duhet patjetër të lexoj diçka, duhet patjetër që të punoj në kompjuter, domethënë gjithkohës nuk mbaron asnjëherë ajo gjëja. Dhe ja këto momentet e bukura që e shpërblejnë. Mund të ketë pas shumë momente që ti e pyet veten a ja vlen. Ja vlen. Mund të ketë pas shumë momente që thuaj që po çam duhet, domethënë kur un kam 3 fëmijë në shtëpi, sigurisht që heq dorë nga koha jote, nga vetja jote. Për shembull, më përpara unë nuk e konsideroj asnjëherë që ja dilja kështu pak rëmuj, kështu siç jam sot, se kam ardhur me vrapë. Shumë rëmujës me këto pjesë tjetër. Po nuk i bën dot gjitha mirë dhe nuk, domethënë kam hequr dorë për t'i bërë gjitha gjërat mirë. Kam vendosur prioritetet për gjërat që kanë rëndësi dhe janë fokusuar ke këto prioritete. Mami ankohet, si s'mori sot në telefon, po kur dal nga shtëpia kam 10 telefonata, po gjithmonë nis me mamin dhe babin. Motra duhet flasësh, vllai ka njerëz, politikat të kërkojnë që ti jesh në kontakt gjithë ditën me njerëz, dhe janë gjëra të cilat t'japin një adrenalin, po t'japin edhe një energji pozitive. Po nuk ka asgjë si shpërblimi që t'japin fëmijët kur shohin që ti ke bërë diçka të mirë ose të bukur. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe në fakt kundrejt atyre kemi të gjithë përgjegjësinë, të gjitha punët që bëjmë, po sidomos te politika se impakton ata edhe shumë fëmijë të tjerë. Me që po flasim te kjo pjesa e vështirësive, ti ke një eksperiencë gjatë në politikë. Cila do të ishte vija e kuqe që do të thoje stop, ose unë lë të gjithë karrierën time, ose kjo gjë nuk ndodh? Gjatë 3 viteve të fundit, edhe për sfidat që ka pas Partia Demokratike, kemi pas shumë momente të vështira. Kemi pasur, ka qenë shkollë, kemi pas sfida, pengesa, dhe kanë qenë disa raste, momentet ku unë thosha, duket sikur ka mbaruar. Po këto momente më kanë shërbyer ndoshta edhe për të rritur, edhe për të nisur një fazë ndryshe të karrierës, edhe për të formuar një mendim tjetër. Për mua, stop është në momentin kur
Unë nuk e kam pas asnjëherë kundërshtarin dhe nuk e kam asnjëherë kundërshtarin. Për mua është stop në momentin kur ti shikon që cënon besimet, parimet, standardet që ti ke edhe në kontekstin e atyre që ti ke në krah. Ka qenë shumë e vështirë për shembull që të shkoja në parlament edhe të kishe debat mes vetit. Ka qenë një nga momentet më të vështira dhe jam ngritur disa herë dhe kam thënë që mjaft sepse kundërshtari po kënaqet. Këto kanë qenë disa momente të cilat më kanë bërë të reflektoj këto vite. Të kthehemi në çik te ekonomia, se e dim që Aurora aty me zipret me zipret rastin. Një pjesë mendojnë që ekonomia është mirë. Të paktën në makro treguesit duken mirë. Në mikro pastaj keni luftën gjithë partitë me pensionistët, me të ardhurat e disponueshme, me to problemin e buxheteve familjare, me papunësinë, me njerëzit që po ikin. Cili është problemi kryesor që ka ekonomia? Ti përmend emigrimin pak më lart, por më tej. Unë mendoj që problemi kryesor që ka ekonomia sot është që është bërë një ekonomi e privilegjeve. Bërë një ekonomi e pak njerëzve. Është bërë një ekonomi e cila përjashtimet i ka kthyer në rregull, ndërkohë që duhet kishin qenë përjashtimi nga rregulli. Sot ke favorizime që prekin një grup shumë të ngushtë po panish. Favorizime që prekin një grup shumë të ngushtë njerëzish. Dhe sot praktikisht ke një ekonomi të komanduar. Kjo ka ndodhur prej sistemit fiskal të taksave, ka ndodhur prej ligjeve preferenciale, kjo ka ndodhur prej mungesës së konkurrencës, kjo ka ndodhur prej monopoleve, kjo ka ndodhur prej rregullimit të tepërt. Pra, dhe po flas në parim, sepse mund të futem me secilës prej tyre në shifra. Sot nuk ka më një ekonomi të rregullt mirëfillt. Nuk ka konkurrencë, nuk ka konkurrencë në biznes, po nuk ka konkurrencë edhe në sektor të tjerë dhe mendoj që kjo është dhe arsyeja sepse largohen njerëzit. Është më e thjeshtë sot marrësh statusin e investitorit strategjik se të hapësh një biznes. Si mund të rregullohet? Keni prezantuar së fundmi edhe programin ekonomik të Partisë Demokratike. Disa nga parimet kryesore janë prezantuar, edhe për gjitha këto çështje ne kemi dhënë një propozim, mund të ndalem edhe këtu, po dua vetëm thjesht shkurtimisht them 2-3 gjëra. Unë nuk mendoj që ka një çelëstar se ndryshojnë gjërat sot për nesër. Mendoj që ka nevojë Shqipëria së pari të zgjerojmë bazën, dhe zgjerimi i bazës ndodh nëpërmjet ndryshimit të sistemit të taksimit, thjeshtëzimi i sistemit të taksimit dhe elementi i tretë është parashikueshmëria. Ne kemi prezantuar dhe idenë një kodi fiskal dhe vendosjen e parimeve dhe rregullave në një bazë e cila nuk ndryshon sipas oreksit të fundit që vjen dhe troket, po vendos disa parime që ndikojnë jo vetëm të ato që jetojnë këtu, po dhe për investitorët e huaj. Cilat janë qëndrueshme. Sigurisht, të qëndrueshme dhe fjala kod e imponon, e vendosi si një kushtetut fiskale. Dhe kjo i imponon më pas edhe rregullat tjera me taksën e shesh, me heqjen e rregullimeve. Biznesit i kushton rreth pothuajse 10% e produktit brendshëm brut të hipë rregullimet. Dhe po dëgjoj edhe përfaqësues biznesit të cilët thoshin, "Ore, ne pagojmë këtë taksën e lartë 23%." Po t'jetë vetëm kjo taksa, unë të mos kem tatimorët, inspektorët dhe çdo tabor tjetër që më vjen në derë çdo ditë. Ndërkohë që këtu po ndodhen paralelisht. Po rritet taksa dhe po rritet edhe rregullimi. Dhe kjo ka sjellë në një ekonomi që e ka përshëndruar në 100 duar. Dhe në fakt mendoni se taksa e shesh për shembull është një nga gjërat kryesore që mund të bëhen, pra unë do t'i doja pak me prioritete. Ne shoqëri civile jemi kështu, i duam se i monitorojmë pastaj. I do 1, 2, 3 pastaj se nuk e kështu në tërësi. Cila do të ishte e para? Domethënë e para, e dyta, e treta, si hapa që mund të ndërmerren? Mendoj, e para do të jetë komplet reformimi i sistemit fiskal. Me taksën e shesh, me vendosjen e një kodi fiskal, me thjeshtëzimin e procedurave dhe burokracisë. Elementi i dytë lidhet me heqjen e privilegjeve të veçanta. Kudo ku ke monopol, oligopol, nuk ke si jep dot kontrata koncesionare, partneritete publike private, nëse është do i shbëni dhe PPP-t. Dhe një auditim i plot për PPP-t dhe një përmbysje e modelit ekonomik, për mua është e treta. Sot kemi një model të ekonomistë që prodhon ndërtim, ketulla dhe llaç, dhe nuk është e qëndrueshme në afatgjat. E para dhe e dyta ka shkatruar, arsye kryesore që ka shkatruar tregun dhe shtresën e mesme, sepse është komplet e fokusuar tek pastrimi i parave. Ndryshimi i modelit ekonomik vjen me ndryshimin e arsimit, me investimin në teknologji, me
investimin në industri dhe inovacionin, për shumë sot komplet biznesi fason është duke dalë nga tregu, ndërkohë që këtu duhet ishte investuar me kohë që Për ta bërë Made in Albania. për ta bërë Made in Albania dhe për të përfunduar komplet ciklin e prodhimit këtu, se s'ka pse ti nxjerrë gjysmë të gatshme atje. Po këto biznese kanë vuajtur nga ana tjetër sepse Shqipëria paguan taksa si Kina sot. Prandaj këto nuk I çojnë dot jashtë produktet plota, sepse procesi I integrimit, mungesa e procesit integrimit I ka bërë këto produkte më të shtrenjta jashtë, pra janë gjëra të cilat ecin paralelisht, që unë mendoj që janë të nevojshme të shikohen me prioritet brenda vitit të parë. A do kenë një fokus të gratë dhe vajzat edhe për një fakt, jo vetëm me parë me lente gjinore, por edhe faktin që ti përmende largimi I masivit të rinjve kryesisht shtesës mesme ka sjellë probleme në tregun e punës. Edhe një ndër apelet kryesore lidh që Banka Botërore bën është që e keni potencialin, veçanërisht në kushte ku ke mungesa në tregun e punës, gratë dhe vajzat, cilët I keni në shtëpi, nxjerrini nga shtëpia dhe integrojeni në tregun e punës. 350 milion euro në vit humbet Shqipëria sipas vlerësimeve të UN-in, pikërisht nga fakti që ky potencial qëndron atje dhe nuk shfrytëzohet dhe nuk integrohet. A ka një fokus të pasur para? Neve diskutuam dje dhe disa politika, në fakt ishte një zonjë që zotron një biznes vogël dhe krye familjare, që bëri prezantimin, është profesioniste shumë e mirë, Merilika, e cila bëri një prezantim për sa I përket mbështetjes të sipërmarrjeve të reja startupe, po njëkohësisht dhe bizneseve që vijnë nga vajzat dhe nga gratë. Kjo është një çështje përsëri e vullnetit politik. Vendosja instrumentave, e incentivave fiskale, e fondeve për këto biznese, sepse nëse duan të eksportojnë këto kanë nevojë për nxica dhe për motivime, dhe të gjitha këto u prezantuan edhe gjatë programit të ekonomisë. Tani unë nuk po them që këtu do bëhet çdo gjë për të gjithë. Por rëndësia ka që të vendosen disa prioritete për të paktën 3 ose 4 fasha të cilat janë lënë komplet në harres. Unë mendoj se do ta shohim, do ta vlerësojmë këtë gjëra. Po që është në fakt është e rëndësishme dhe pjesa e investimit edhe te buxhetimi gjinor, të cilin e shohim teknikisht, por nuk e shohim shpesh të bëhet në mënyrë dur, por edhe pjesa e investimit direkt. E shohim më shumë si një demagogji se sa diçka që ndodh praktik. Uroj që të ketë pak më shumë interes, domethënë edhe në bashkim të grave dhe vajzave të parlamentit. Dhe nga ana tjetër uroj që realisht unë jam një nga ata njerëz që mendoj që sipërmarrja është një nga motorët kryesorë që e çon përpara. Nuk është armik. Është kontribusi më I madh I ekonomisë. Kontribusi më I madh. E vërtet. Uroj që të ketë një investim edhe më të madh tek pjesa e sipërmarrjes, edhe tek gratë dhe vajzat. Sidomos për të nxitur le të themi dhe këto që konsiderohen aktualisht startupet apo sipërmarrjet e të ardhmes, të lindur me ato dek që realisht rrisin produktivitetin, rrisin konkurrueshmërinë, edhe për ndihmuar edhe bizneset aktuale për të kaluar në një tjetër stad. Ne flasim fason me një konotacion që ndërkohë që duhet kishin kaluar me kohë në stadin tjetër. Kishin kaluar në Made in Albania kemi prodhim. Personalisht nuk e din nëse Jurita ndan të njëjtin mendim apo dhe opozita ka një njëjtin qasje. Unë mendoj që është shumë shqetësuese fakti që ne jemi zhdruar në një ekonomi konsumi dhe nuk jemi një ekonomi prodhimi. Ne të gjithë paraja që na vijnë nga emigrantët, të gjithë paraja që na vijnë nga investimet të huaja apo dhe nga turizmi, ne I çojmë jashtë nëpërmjet blerjes së produkteve. Nuk prodhon vërtetësh, nuk prodhon Shqipëria, e vërtetësh. Domethënë fakti që ti ke sot shërbimet dhe ndërtimin në krye të ekonomisë, kjo duhet patjetër kthyer piramida me kokë poshtë. Çfarë ka Kosova që nuk e ka Shqipëria? Kosova ka pagesën më të lartë të taksës pronës dhe pagesën më të ulët të taksës infrastrukturës, të ndërtimit të infrastrukturës. Ndërkohë që ne kemi të kundërtën, ne kemi pagesën më të lartë të ndërtimit dhe më të ultën të taksës pronës. Do të nxisim që të investojmë te prona, është më pak fjalë. Janë çështjet për cilat, siç e tha edhe Jurita, duhet një emision I veçantë për këtë punë, po që na I takojnë të gjithë, duken shumë teknike, por në finale po ti zbërthesh edhe kuptojnë nga njerëzit është ajo e cila ne ndjejmë çdo muaj kur japim parat si fatura, janë në fund të ditës politikat pa buxhete mbeten vetëm fjalë, kështu që edhe investimet pa investuar tek sipërmarrja, mendoj se mbeten vetëm teori. Jurit, një mesazh I fundit për ata që po na ndjekin. Tani është shumë e vështirë që të përmbledhësh të gjithë gjën në një mesazh, po unë kisha një thirrje për gjitha zonjat dhe gratë të cilat kanë dëshirë që të futen politikës, mund të ketë shumë pengesa, mund të ketë shumë bryla, mund të ketë shumë shtyrje, po politika është një instrument shumë I mirë për të bërë gjërat më mirë dhe më ndryshe. Edhe unë besoj shumë që të gjitha zonjat që janë politik
me ca përjashtime, po pjesa më e madhe e zonjave që janë politik janë të forta, janë atje sepse e meritojnë dhe janë atje sepse me të vërtet ka bën ndryshime në komunitetet e tyre. Nuk ka rëndësi sa herë rrëzohesh, rëndësi ka sa herë ngrihesh. Edhe në këtë moment politika ka nevojë për kontributin e shumë njerëzve me integritet, po edhe shumë zonjave. Shumë faleminderit Rita Tabaku, kënaqësi që të kishim në këtë rrëfim, ndryshe si profesioniste, si politikane, por edhe si një grua, si një nën, si një qytetare. Shumë faleminderit juve, sepse me të vërtet këto bisedat janë edhe më të çlirta, po edhe arrin që të flasësh për gjëra dhe për tema që jo gjithmonë e kemi luksin e të politikës të flasim. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen edhe për të gjitha mesazhet, ndër të cilat ai që politika është një instrument për të bërë ndryshimin dhe duhet të angazhohemi të gjithë nga pak, në mënyra të ndryshme, duke dhënë një kontribut. Është momenti që të gjithë të jemi kontribues në mënyrat që mundemi, duke kërkuar llogari, duke kërkuar më shumë, duke monitoruar nga ana tjetër gjithçka që bën politika, por edhe duke kontribuar në fushat e gjithë secilit prej nesh, në mënyrë që në fund të ditës të arrijmë atë që duam gjithë. Një Shqipëri më të mirë për fëmijët tanë edhe për gjithë neve. Faleminderit që na ndoqët edhe në këtë episod të radhës të podcastit Vox Politics, ku ne diskutojmë çështje, diskutojmë portrete dhe diskutojmë se si mund ta bëjmë politikën një arenë më të mirë, edhe një arenë ndoshta më të lehtë edhe më efektive për gjithë, po sidomos për vajzat e gratë. Faleminderit Aurora Sulqe, faleminderit Rita Tabaku. Faleminderit juve për kontributin që jepni gjithmonë, të dyja bashkë. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës të Vox Politics me Edlira Çepani. Mirupafshim.